Politika duhet që të ndërprej sulmet ndaj drejtësisë në mënyrë që të ketë konsolidim dhe zhvillim të reformave në këtë sektor. Ministri i Drejtësisë Eduard Halimi në përfundim të reformës për përmbaruesit privat shqiptar u shpreh se reforma në drejtësi është mjaft e rëndësishme. Sipas kreut të Ministrisë së Drejtësisë, vendimet gjyqësore kthehen të vlefshme nëse ato zbatohen. Reforma në sistemin e drejtësisë dhe kthimi i besimit të qytetarëve tek drejtësia nuk vijnë duke sharë çdo ditë gjyqtarët dhe aktorët e drejtësisë nga tribunat politike, herë duke i akuzuar gjyqtarët si bandë kriminale dhe më pas deputetët në kohë dalin në kuvendin e Shqipërisë dhe si me telekomand fillojnë të shajnë me radhë të gjithë gjyqtarët për të gjitha vendimet që ata kanë humbur. Kjo ka qenë dhe mbetet e papranueshme për sistemin e drejtësisë dhe konsolidimin e shtetit të drejtës dhe sulmet personale ndaj gjyqtarëve, sulmet personale ndaj aktorëve të drejtësisë nga ana e politikanëve të opozitës duhet të ndalojnë në mënyrë urgjente. Aktorët e drejtësisë kanë nevojë për besim, duke filluar nga ne politikanët së pari. Gjithashtu numri 1 i drejtësisë deklaroi se janë konstatuar edhe raste të shkeljes së procedurave prej përmbaruesve privat. Ka patur raste kur dhe përmbaruesit kanë shkelur procedurat. Nga nxitimi nganjëherë edhe për të ndihmuar gjyqtarët, rastet e bankave, rastet e institucioneve shtetërore, por dhe rastet e kompanive të sigurimit, ku ekzekutimi që i është bërë gjyqhumbësve, nuk i është bërë gjyqhumbësve, por palëve të cilat nuk kanë marrë pjesë në proces. Faza e dytë e reformës së përmbaruesve pritet që të prek përmbaruesit shtetëror.